Mbrëm KDTP-ja në mjediset e kejtë të Shëdërvanit në Prizren hapi fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Në aktivitetin e mbajtur mbrëm në Prizren u prezantuan para qytetarëve dhe simpatizantëve 22 kandidat për deputet nga lista e KDTP-s për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës, i cila ka 120 ulëse. Gjatë fjalës së tij, kryetari i KDTP-s Fikrim Damka, zëvendës kryeministër në detyrë dhe kryetar partie, foli për aktivitetet e diritanishme të partisë dhe objektivat për zgjedhjet e ardhshme. Ai theksoi se KDTP-ja do të vazhdojë angazhimin për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të komunitetit turk në Kosovë, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që ta mbështesin partinë në këtë proces zgjedhor. Burada kalacak, burada istihdam sağlayacak, burada geleceğini inşa edecek bir genç toplum, bir Türk toplumu. Bunu yapacağız. Bugüne kadar bu gücümüzü hükümete yansıttık. Bundan sonra da hükümete yansıtacağız. 2 milletvekiliyle hükümet ortağı olarak bugün başbakan yardımcılığını yürütüyoruz. Ve sadece Türk toplumu için değil, tüm toplulukların görevi üzerine bu üstlenmiş olduğumuz görevi yerine getirmeye çalıştık. Kısa sürdü 4 ay. Devamı gelecek. Bu devam 7 Haziran'dan sonra güçlü bir şekilde yine hükümete yer alarak devamını getireceğiz. Çünkü adaylarıma güveniyorum. Çünkü sizlere güveniyorum. Po kështu, ai tha se ne si subjekt politik vazhdimisht jemi dhe do të jemi zëri juaj në parlament. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.